Me qenë se Rama i thoshte se s'me lejon ligji ta bëj këte, ta çoj në gjykatë kushtetuese, bien të dy dakord të thrasin për të urt Uluziu. Kjo është e vërteta. Dhe Uluziu, si të dini, kontrolloni kamerat tuaja, pas një farko shkoj dhe u fut në takim. Uluziu natyrisht mbajti anën e Ramës. Çfarë i tha Lubia? Më shif pak në sy njërë ti mu tha. Uluziu më shif pak në drejtën sy. E Meku, e Qepi, kaq, kjo skenë, muret nuk kanë vetëm vesh, muret kanë dhe sy. Kanë dhe sy, kaq. I hapur për çdo pyetje. Vetëm se duhet ikë sa më shpejt, po pyetje do përgjigje. Po. Zoti Berisha, kam vetëm një pyetje. Me sa duket nuk ka konsensus për emrin e avokatit popullit. Partia Socialiste ka refuzuar skemën apo propozimin e Partisë Demokratike për ta zgjedhur emrin me konsensus dhe në votim do të hidhe në seancë plenare javën e ardhshme gjithë emrat e mbështetur nga opozita. Pyetja ime është, një nga emrat e mbështetur me firma nga Partia Demokratike është edhe Endrit Shabani. Ju do e votonit? Partia Demokratike ka vendosur të mbështes kandidaturat të saj, që ajo beson se e përmbushin më mirë këte funksion. Pra, firmat mund t'jenë dhanë, por ne mbështesim vetëm disa kandidatura, i kemi të përsaktuara, dhe grupi parlamentar do i mësoj sot, të cilat nga ne besojmë se e kryen më mirat detyrë. Zoti Berisha, kam 3 pyetje. Ditën e ndjeshme nisët foltore në takimeve me qytetarët, nga ku thatë se nuk do të pranoni më të shkoni në zgjedhje me listat të mbyllura. A pranuat ju dje de facto që listat të mbyllura të Partisë Demokratike nuk ishin domosdoshmërisht më të mirat? Absolutisht nuk ishin kur më të mirat. Pa diskutim. Po ky sistem u imponua nga Edi Rama. Sistemi është deformuar në palës në vitin 2021 nga Edi Rama. S'ka dyshim tjetër. Ditën e sotme, krahas foltores suaj do të nisë edhe një tjetër foltore. Është ajo e Ervin Saliani që do të nisë nga Durrësi takime me demokratët. A i drueni ju një revolte të brendshme, një tjetër revolte të brendshme që mund të nisë nga zoti Saliani, zoti Berisha? Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat, pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Partia Demokratike është parti me statut, me institucione, me forume. Partia Demokratike ka dhe do të ketë, ka filluar mbledhjen e forumeve, ka filluar debatin, dhe të jetë debati hapur për cilin do antar dhe drejtues. Çdo person tjetër që për qëllime private, personale, organizon takime, i ka ato totalisht në interes të vetin dhe nuk kanë pa asnjë lidhje me partinë. Ndërkohë pyetja... Ky rregull është për çdo forcë politike në botë. Ndërkohë pyetja e tretë, disa ditë më parë ju u thirrët në SPAK për të dëshmuar lidhur me 21 janarin. Gazetarët atje ju pyetën për shumë gjëra, po themi, ju pyetën qoftë për rolin tuaj, nëse kishit urdhëruar ju apo jo, po themi Gardën e Republikës, apo qofte edhe zhdukjen e serverave, por në kuadër të hetimeve të 21 janarit, një dokument që ka mbetur mbase pa i dhënë përgjigje është edhe korrigjimi i një regjistri të Gardës së Republikës, ku shkruaj se të ngrihet helikopteri për të hedhur lëndë homogjene dhe më pas është ndryshuar në lëndë lakmin homogjene. E ngritur aso kohë në fakt në parlament në mos gaboj në 2015 edhe nga ish ministri Sajmir Tahiri. Ju, zoti Berisha, jeni pyetur nga SPAK edhe për këtë çështje? Tani, se që ngrinë dhe se që trillon Sajmir Tahiri apo tjetër kush, unë nuk di.
Kryeministri, prit një minutë, pyetet, kryeministri nuk ka asnjë lidhje me asnjë regjistër. Kryetari i qeverisë nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. Ai pyetja është krejt e kotë. Po, a jeni pyetur nga SPAK? Edhe njëherë, s'mund të pyetet, nuk mund të pyetesh, se kryetari i qeverisë, kryeministri, nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. I kishe 3 apo 2? Mirë, vazhdo Osman. Zoti Berisha, deklaruat pak më herët se çdo aktivitet i cili bëhet jashtë forumeve të Partisë Demokratike është privat. Absolutisht. A do të Strikt. Strikt A do të privat. marrë masa Partia Demokratike që ju drejtoni në raport me njerëzit demokratët, antar të strukturave apo eksponent pra të rëndësishëm kësaj force politike që bëjnë këto veprime që ju i cilësoni private? Këto janë vërtetërisht krejtësisht private, nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Pra do i E them edhe përjashtoni njëherë. apo do Jo, merrni e masa? them edhe njëherë. Janë në funksion të këtij apo atij interesi, kjo mbetet për tu pa. Por Partia Demokratike ka forumet e saj demokratike, nga kryesia, Këshilli Kombëtar tek seksioni, që të gjitha do mblidhen dhe kanë filluar të mblidhen dhe do mblidhen për të bërë diskutim, analizën e punës. Por, aktualisht Partia Demokratike ka 2 objektiva kryesore. Spari, po merret çdo ditë dhe po denancon mega aferën korruptive të pashembullt të tunelit Llogaras dhe avokati që Edi Rama blokimin që po i bën po përpiqet i bëjë drejtësisë Edi Rama duke bërë avokatin e Lubi Ballukut. Kjo, së dyti, po merret me analizën e punës saj pas mbylljes së vlerësimit ndërkombëtar damkosjes së zgjedhjeve. Ju duhet ta dini që dje në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dëshmitar të thirrur nga Kongresi për dëshmi kanë bërë deklarata në të cilat kanë kërkuar autoritetë qeverisë Shteteve të Bashkuara, kanë njoftuar, kanë denoncuar persekutimin e opozicës dhe sulmin ndaj pluralizmit politik. Farsën zgjedhore dhe lidhjet me krimin. Pra Partia Demokratike është edhe në një analizë të vetë të brendshme, edhe në betejë kundër Edi Ramës për vjedhjet dhe abuzimet e tij. Nuk mund të ketë, ne kemi forume. Kush del jashtë forumeve, del, nuk i përfill forumet, është puna e tij, është zgjedhja e tij. Një gjë do të them, Osman, se ti merresh edhe me historinë. Po të shkosh në vitin 90, të lexosh një intervistë time në gazetës Drita, do të gjesh aty se për Sali Berishën, thelbi i lirisë është zgjedhja. Në fakt, ky nuk jam original, ky është nocioni ekzistencialistëve për lirinë, por nocioni që unë kam përzgjedhur dhe kam mbështetur më shumë për lirinë. Kështu që çdo njeri bën zgjedhjen e vet. Zoti Berisha, Bekim Bici, ora